të PDK-s dhe të aleancës, apo besoni se LDK-ja po tenton të ruaj një lloj neutraliteti ose të qenit mirë edhe me opozitën edhe me lëvizjen vetëvendosje? Jo, unë mendoj përkundrazi, LDK-ja nuk është duke morë një pozicion neutraliteti, po duke morë një pozicion të aktivizmit vetë politik. Dhe pikërisht ato që thashë ma herët, mrena kompit opozitor, ajo ka dosht me ndërtu identitetin e vetë, që njerëzit dhe qytetarët e Kosovës me thonë, LDK-ja nuk është si PDK-ja edhe OK-ja, dhe këto ja ka arrit me veprimet e veta politike, që të kryoj identitetin e vetë dhe të ruaj distancën për këtyne dy partive tjera opozitore. Ndërsa në raport me partin fituse, ajo ka zgjedhë pozicionin që ju ka dukë ma i përshtatshëm, që i sjellë ma shumë vota, se sa sikur të kishë morë pjesë në bashkë qeverisje, sepse atëherë do të dobësonte pozicionin mrena kompit opozitor. Kjo është një nivel i vedijes politike, sepse duhet të kesh edhe dignitet edhe si parti opozitore, kur ke humbë, e ki pozitën e humbësit, dhe duhet të respektojsh ato, dhe prej ati pozicionit duhet të bësh opozitarizm. Nuk mund që t'jesh edhe humbës atje, edhe pjesëmarrës në bashkëqeverisje, sepse ngatrohet pastaj pozicioni, opozit, këtu ngatrohet edhe kthehemi te ajo që kemi pas si Kosovë në fillim të funksionimit të shtetit tonë, edhe kur të gjithë t'jenë në bashkëqeverisje, pastaj të gjithë t'jenë në përgjes, bashkëpërgjes, mirë po pa e ndo kompin mirë opozitor me pozitën, dhe krejt kjo është bo për shkak të integrimit të komuniteteve jo shqiptore dhe mos mundje ato dhe mos me pos mundësi që t'jesin jashtë qeverisjes. Dhe ky program i tillë, kjo qasje, pastaj edhe kushtetuta e hartume për ta zbatu dhe për ta prodhu qëtë realitet, na ka prun teri të kjo situatë kur 3 herë fituesi fiton zgjedhjet. Mirë po, kushtetuta nuk ja garanton fitoren. Ligjet nuk ja garantojnë fitoren, sepse kërkojnë që në pako të zgjidhet edhe çështja e presidentit. Këtu legjislacioni nuk është i qartë dhe 2 herët e para kemi po qëndrimin e VV-s, kësaj herë lëvizja vetëvendosje me nënkryes zotin Kurti kanë rru pozicion. Herën e kalume ka dhonë vetëm një ditë mundësin për të bënë propozim për kandidatin për president, tash është qëndrim, është qasje, krejt tjetër, është qasje... Më e zbutur, thoni? Jo qasje e re, jo më e butur, është qasje krejt e re, ku i ofron opozitës, urdoni, jep një kandidat, unë ja vjap në nënshkrimet, edhe do të votojmë. Me gjithse dhe herën e kaluar, para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, 24 orë, ka qenë mrena një dite, ajo është mendu një herë sa është serioze, sa është serioze, pastaj, kur jo rënërmen partive opozitore, ajo këput se ishte dota e përfundimit, afatit kushtetuesi ishte shumë e shkurtë dhe nuk lente më mundësi për veprim. Ndërsa kjo është qasje e re. Dhe për ato thamë se edhe sikur partia demokratike, bashkë me Aleancën, kishin morë pjesë me propozu kandidatet e tyre për president, dhe pastaj të vazhdon të konsulta dhe të gjihej me konsenzus, sepse rrethi sa ma i gjonë, sigurisht se do të prodhonte një president ma kredibil prej kur janë edhe opozita.